Ani pse kanë kaluar 3 muaj që kur ish rektori i Universitetit të Prishtinës, Ibrahim Gashi, u dërzua para protestave, gjurmët e kësaj afere janë hetuar edhe në javën e shkencës në Kosovë, që u hap të martën. Për të 6-ën vit, Ministria e Arsimit ka organizuar javën e shkencës në Kosovë, por ky është viti më kritik i shkencës pas skandaleve që plasën për punimet shkencore në Universitetin e Prishtinës. Etika në shkencë ka qenë tema hapëse e javës, e cila do të vazhdojë deri të premten. Për etikën ose mungesën e saj në punimet shkencore kanë ligjëruar 3 ulëmtues shkencor nga Kosova dhe Shqipëria, por kjo nuk i ka bërë fare përshtypje Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Rambuja. Në vend të kësaj, ai pinte kafe në hollin e hotelit luksoz ku edhe mbahet java shkencës. Por pjesëmarrësit në hapjen e javës nuk e kanë varë fort ministrit. Madje Muzaffer Elimani, shefi i Departamentit Elektronikës në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në UP, ka kritikuar institucionet sikurse Ministria që nuk po bëjnë aq shumë në ruajtjen e etikës në punimet shkencore. Dallimi në mes pozitës sonë momentale dhe institucioneve tjera kredibile është se për një kohë gjatë institucionet tona nuk i kanë kushtu kujdesin e duhur pra etikës në kërkimet shkencore. Murteza Ozdautaj, që drejton Departamentin e Shkencës dhe Teknologjisë në Masht, tha se arsyeja pse është zgjedhur java shkencës të hapet me diskutimin për etikën ka të bëjë kryekput me ngjarjet në UP. Ne jemi munduar që seancën plenare të sotme t'ia kushtojmë këtij problemi i cili e preokupon komunitetin shkencor të vendit. Kur u pyet për mungesën e inovacioneve dhe hulumtimeve shkencore në Universitetin e Prishtinës, Ozdautaj e cilësoi këtë si normale. Sipas tij, vetëm 8% e universiteteve në botë prodhojnë 70% të inovacioneve. Por për antarin e Akademisë Evropiane të Shkencave, Salvator Bushatin, që ka ligjëruar etika në shkencë, kërkimi shkencor duhet të ketë qëllim praktikimin. Kërkimi shkencor është i arritur, është efektiv, vetëm nëse ai do të aplikohet në praktikë. Si vjet, në javën e shkencës do të lexohen mbi 300 punime shkencore me mbi 500 mysafir. Punimet zgjidhen pas një thirrje të hapur për konkurrim, prurët e secilës i selektojnë grupet e jashtme të ministrisë. Java e shkencës zgjat deri me 16 maj.